Është një pozitë shumë atë mirë, në krahasim me nana tona, gjyshet tona. Sot gruan e kanë çdo lami tjetës, përpara si kanë pas mundësi kështu, kanë qenë. Nuk më me thonë rurale në qytet, ato se njëjto botë është. Dhunë ka në qytet, dhunë ka zakonisht prej kushteve të këqija. Nuk pajtohen njëri me tjetrën, xheloz burri xheloz ose gruaja xheloze, janë gjëra që ndodhin. Dhuna është lami e gjanë, mund ka shumë dhomë psiqike, të tjera janë fizike të në ata, po kjo një pitën. Po thonë që gruaja so viktim, po fëmijët janë që pësojnë mas keqit. Mirë. A ndrykon gruan sot si e sheh? Po është një pozitë shumë atë mirë, në krahasim me nana tona, gjyshet tona. Sot gruan e kanë çdo lami tjetës, përpara si kanë pas mundësi kështu, kanë qenë ma ndryshe, gjithçka ma ndryshe. Ato që ka qenë më të okupuara gratë, kohën kaluar. Po, vetë koha e ka bo atë sen. Sa ka ecë një grua sot? Po, tash krahasim ato ka ecë shumë. Edhe më vje mirë, së më vetëm grua, më vje shumë mirë. A mbështetin një grua sa duhet? Po. Flasim disa vende rurale që ndoshta nuk e gëzojnë? Nuk më me thonë rurale në qytet, ato se njëjto botë është. Dhunë ka në qytet, dhunë ka në... Po edhe gjona tjera, jo më varet krejt për familjes, është familja e emancipume, sa ka dhe arsimume, qëto gjona, krejt në varet. E përmend dhe dhunën, është e pranishme shumë familje tona. Po. Se kjo dhunë po vjen ka shumë? Po zakonisht prej kushteve të këqija, edhe kur nuk ka kur ata nuk pajtohen njëri me tjetrën, po mendoj çifti. S'pajtohen shumë njëra, për shembull xheloz burri xheloz ose gruaja xheloze, janë gjëra që ndodhin, po ta na ardhet me pas një gjutë përbashkët kur të vendosish. E jetua me të. Po. Xhelozia është në mes këty? Është njëna prej atyre, se dhuna është lami e gjanë, mund ka shumë dhomë psiqike, të tjera janë fizike të në ata, po kjo një prej tyre. Po fëmijët janë që mas keqni përjetojnë. Po, ata janë viktima. Nuk po thonë që gruaja so viktim, po fëmijët janë që pësojnë mas keqit. Kohë tonë po dëgjojmë që ata edhe burrat kanë nisë domethënë me njoftu për dhunë që ka për një grua. Po ka edhe dhunë ndaj burrave, nuk më thonë që s'ka. Edhe ato janë gjëra që po shihen. Po pse ma të mbrojtura janë gratë për dhunë, si sa burrat? Jo, dy janë. Veç këto e bëjnë, se jo dy janë. Dy janë që janë të mërë. Dhunë, pa marrë parasysh apo ndodhë të gruaja të burri. Po një mesazh të gjitha grave, gjitha vajzave, ju si grua, çfarë kishte thënë? Shkollanja, që ajo është tjetër, kur je arsimume, je në çdo aspekt, ma e ngritune për çdo gjë.